Osmani në vitin 2001 ka garu bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Ka qenë situatë komplet tjetër. O shumë e rëndësishme ta ndajmë 2021 në rregull, veç që tonë po ne s'kem disponim për Vjosa Osmani, mos thoni ja se mbështetën asaj. S'kem disponim për Vjosa Osmani, në rregull jemi. Pra atëherë nëse keni kandidat, i fiton zgjedhjet, i fiton 80 deputet, në rregull është. Nëse si keni shkojmë prapë në zgjedhje. Dhe në zgjedhje ju kallëzon qytetari, a keni bë mirë, as keni bë mirë. Vjosa Osmani u kanë tandemi Kurtit në 2021, mund të jetë tandemi i Abdigjikut. Tash, i shohim ndryshime në rezultate, kam përshtypjen këto ndryshime për herë të parë bën garin interesante për 2021 së tutje, për shkak që hap rrugën për secila parti politike që është ti thu nëse shkojnë zgjedhje s'ka shans 51% i merr më vendosje. Jo që s'ka shans, po jam i bindur shumë ngushtë ka me kanë gara për vendin e parë mes 3 partive politike. Mes 3 partive politike. Mes 3 partive politike ka me kanë garë shumë i ngushtë. Nëse shkojmë zgjedhje. Nëse shkojmë zgjedhje. A mund të jetë Sonë besoj që Vjosa Osmani se këta edhe kanë matje zakonisht. 10% i kotë elektoratit në lëvizjen vetëvendosje. Zonja Gashi, a mund të jetë kjo situatë kur 3 parti garojnë për vendin e parë? E para, presidenti Osmani është ende presidenti i Republikës Kosovës. Nuk kam një indicie se presidenti Osmani do të jetë ngarë me X ose Y. E dyta, shumë e rëndësishme ta kuptojmë që shpërndarja e kuvendit nuk është rruga pa. Ne ende nuk i kemi shtjerë si me tonë diskutimet për... Kemi një dekret presidentës, realisht, zyrtarisht jemi që aty. Ka dallim shumë të madh mes një akt gjykimi gjykatës